Ka gra që janë lindur me një zemër aq të madhe sa janë mësuar vetëm të japin dhe gjithashtu të ndjejnë dhimbjen e të gjithë njerëzve që ju rrethon, në familje, në shoqëri dhe kudo. Një nga këto gratë kanë qenë dhe unë, por më ndiqni për më tepër dhe të shikojmë ku mund të arrijmë ne gratë. Shumë herë ne gratë në familje ndjejmë dhimbjen e familjes, të prindërve tanë dhe si vajza lidhemi me babain ton, me mashkullin e parë që ne njohim, atë mashkull që ne na sjell në jetë. Dhe këtë shumë herë nuk mundem mi ta kontrollojmë. Dhe shpeshherë kur ai ka kaluar një dhimbje ose energjia e tij na tregon akoma dhe dhimbjen e paraardhësve, ne si shpirta të mëdhenj e kuptojmë dhe në mënyrë të padukshme bëjmë një premtim që po, baba, unë do të bëj të lumtur. Nëse dhe ti, ashtu si edhe unë, je një femër që vërtet je shumë e ndjeshme dhe ke një lidhje shumë të fortë me babain tënd, më komuniko, më shkruaj këtu në TikTok dhe në YouTube dhe të them pasojat që kemi më vonë, ose më mirë zgjidhjen çfarë mund të bëjmë. Pasojat e këtyre femrave janë sepse ato mësojnë dhe në marrëdhënie që krijojnë me burrat që martohen dhe partnerët të japin shumë, të japin çdo gjë duke harruar veten dhe të bëjnë zgjidhja e tyre. Sepse veprimin e parë që kanë bërë, kanë qenë tek babai i tyre. Kanë arritur sepse kanë harruar të jenë bijat e babait, por pa dashje, dhe kjo është vetëm në anën energjetike, janë bërë nëna e tij, janë bërë gruaja e tij, janë bërë zgjidhja e tij, sepse e kanë quajtur të pahaftë që ai të përballojë të gjitha këto emocione. Dhe gjithmonë flas dhe nga përvoja ime. Dhe kështu sjellin në jetë burra me emocione të mbyllura, me probleme të njëjta me babain e tyre. Dhe në të njëjtën kohë bëhen zgjidhja e burrave duke harruar veten. Por këtu ndodh diçka më thellë, që ti si grua pasaj ke ankesa, thua që burri është i dobët, nuk më shikon, dhe në këtë mënyrë ti e dërgon burrin akoma dhe në femra të tjera, sepse ai burr të shikon si nenë, të shikon si zgjidhje, nuk të shikon si partnere. Dhe e dyta është sepse ti e ke vendin e zënë të partnerit tënd në anën energjetike prap me babain tënd. Sepse ai është bërë partneri jot nga dhimbja që ti ke ndjer për atë dhe dashuria. Por këtu dua të them që nuk mund të shërojë asnjëherë një dashuri ndërmjet dhimbjes. Dashuria mund të shërojë ndërmjet dashurisë dhe duke qenë sikush në vendin e tij dhe ti të bësh bija e babait, jo gruaja, motra, vllai dhe nëna, gjithçka që atij i mungonte. Dhe duhet të kuptosh që karma e tij është karma e tij dhe ti je lindur nga ai dhe prindi ka detyrime ka shi teje dhe jo ti ka shi prindi. Për të gjitha këto mund t'ju ndihmojnë çdo terapi në individ ose në kolektiv. Sistemi përfaqësik transformues 333 do të të ndihmojë që të gjesh vendin tënd në familje,
të lirosh të gjitha këto plagët, të bësh shkëputjen nga babai jot në anën energjetike, të jesh në hierarkinë tënde në familje, në vendin e vajzës, në vendin e gruas, dhe të kthehesh tek partneri jot, nëse ke, ose të jesh në vendin tënd që të jetë e lirë pjesa e partnerit që të vijë një partner i ri. Prandaj, nëse dhe ti ke bllokime në jetën tënde dhe këto që i dëgjove të bën klik në zemrën tënde, më shkruaj në WhatsApp, në Telegram ose në Viber tek numri 0030 699 321 46 37 për një terapi private nëse do zgjidhje dhe të shikosh si do të hapen rrugët e suksesit, dhe më shkruaj nëse jeni të interesuar për një terapi në grup që të gjithë së bashku pak a shumë i kemi këto gjëra pa dashje që të mund t'i zbulojmë dhe të bëjmë terapinë shërimin të gjithë së bashku. Më thuaj cila nga këto të dyja t'i intereson dhe të uroj gjithë të mirat dhe liroje veten të shijosh dhe të shërosh plagët e tua më parë se sa të shërojmë plagët e prindërve, sepse unë deri tani dhe këto ditë e fundit e kuptova pse më bllokoheshe dhe kanali i parave, sepse kur nuk jemi në hierarki dhe nuk kemi punuar me babain ton, me linjën e babait, kanali parave bllokohet. Prandaj nëse gjithçka do të të shkojë mirë, bëj diçka për veten, investo tek vetja jote edhe të shikosh rezultatet. Dhe këtu dua të them, unë jam Merita Cake, terapiste energjetike universale, mësuese, trajnere dhe shkrimtare shumë metodave që të ndihmojnë që të dalësh në jetë të re përpara me apa të rinj. Por është ditur që nuk janë të gjithë gati të punojnë me mua, sepse unë të çoj të shikosh dhimbjen e vërtet, por kam zgjidhjen. Dhe zgjidhja mund të bëhet vetëm kur ti të jesh gati, sepse unë mund të jem për të gjithë, por ata që s'janë gati nuk mund të punojnë me mua. Prandaj pyete veten, a vërtet erdhi ora që ti të bësh ndryshimin? Dhe për informacione për më tepër për terapit, mund të flasim në privat. Ju uroj të keni një ditë shumë të bukur. Ju faleminderit për ndjekjen. Ju faleminderit që jeni, sepse jemi një dhe na intereson të ndihmojmë njëri tjetrin. Shpërndajni këto video dhe do ju jemi mirënjohëse në TikTok, në Facebook, në Instagram e tuaja, që t'i dëgjojnë dhe njerëz të tjerë, sepse ne jemi një kolektiv dhe kur ne shërojmë sa më tepër zemra dhe shpirtra, aq më tepër drita ndizen. Prandaj na intereson të ndihmojmë njëri tjetrin. Gjithashtu dhe në YouTube shpërndajni këto video. Komunikoni ku janë bllokimet tuaja dhe t'ju them ku është zgjidhja, ku është ai problemi, ai ngërçi që duhet të shikojmë. Së shpejti, po organizojmë sistemi përfaqësik transformues 333 në grupe nga afër në Tiranë. Do gjendem sërish në Tiranë në muajin nëntor dhe në Kosovë. Për të gjithë ju që jeni të interesuar vërtet të punoni seriozisht për veten tuaj dhe të hapni të gjithë suksesin. Ne erdhëm këtu të jetojmë dhe jo të mbijetojmë dhe ka zgjidhje në çdo problem veçse kur ti je gati. Të dua shumë, të përshëndes dhe qofshi mirë.